Për pak së në nëzënu me njëherë e dëmë bytysin, mashtrusin e njohër, që e këna bot famë shumë për mdogët na, ta që kanë shpallë policia dhe në kërkim. Ju ka lajmëru disa familjeve, është lajmëru të një ambulant, e cila ofrën shërbime logopedike, edhe ju ka thonë që për fund vetë për dënë me ndihmu 5 familje që janë nevoj me au pagu shërbimet për fëmijët e tyne. Kur i ka kontaktu familjet, i ka lyp njëherë kontaktet e familjev, ambulanta i ka kontaktu familjet, i ka marë numrat, edhe kur ja kanë që numrat, kjo i ka thirë me një numër prej Sërbis, për dyshej, edhe ju ka thonë që ju dëni me bo një pagesë prej 350 eurove. E mora unë numrin edhe se më kontaktun prej ambulantës, sepse i këshin njëftu familjes që kjo është rën, është mashtrim, sepse i kam po video që i kemi raportu deri tash, edhe i thash përshëndetje të nderuam, unë e bëj pagesën për familjet për ambulant, në njëftun prej ambulantës që s'kan mundësi, veçëm infot ku duhet edhe s'ka. S'po jo një, na e dim që jem gazetare, se unë e kontaktova prej telefonit një kolegës, Eriolës, edhe e ka pa dhe raportimin e Eriolës, pa të raportua dhe Eriola për mashtrimit e ti. I thash edhe ne e dim që je dëmë bytysi, unë jam mësani, apo të kujtohem, edhe kjo se pranoj prap, jo gabim je shëq, unë s'kam lidhe me ta. I thash, okej, hape për telefonin, edhe provova me telefonu, veç më tha kalomir edhe u zhduk. Mos harroni, e dëmë bytysi, është shpallë në kërkim prej policisë të Kosovës, ka mashtru në emër të shushtarëve të USK-s, ka mashtru në emër të organizatave ndryshme, kompanive ndryshme në për Kosovë, tash sfundi ka provu me mashtru edhe në emër të zëvendës komandantit verive të në Elshanit. Nas një mënyrë, mos pranani do më thonë as donacione, as ndihma, sepse kjo gjithmonë lajmërohet, kishe po dënë mjë ndihmu për nëj rast. Për shembull ju e publikoni që e keni nëj familjar të smut, ky e kontakton, ju thot ja u mbledh 10.000 euro, po ju dëni më ja dërgu një 350 euro për shembull me Western Union. Kjo gjithmonë është gënjeshtër, është rën, është skem, do më thonë veç për mja marrë çdo pare, edhe pagesën kur të bëni nëpër filiale çdo financiare të vogla, i shkojnë parën në Serbi, tërhej ky paret edhe zhduket ky person. Dërgojani këto edhe mizve dhe familjarëve sa më shumë e shpërnda në mënyrë që kërkush mos më ra prej e këtij mashtruesi. Në momentin që ky hyn në Republikën e Kosovës është në kërkim prej policisë të Kosovës, arrestohet për disa vepra të ndryshme penale edhe mas shumë të mashtrimit. Kushdo që ka qenë prej e tina deri tash, zonën e tij e dini, domethënë prej video të kalume, mundi me lyp të une ose nacionale, edhe shkoni në polici, paraqitni raste që më u bë sa më shumë raste edhe policia më marr sa më seriozisht këtë çështje.